Përshëndetje miq, siç e shihni jam duke përgatitur brumin për të bërë baklavan dhe për të përgatitur brumin e baklavas origjinale shqiptare, përdorim vetëm miell të situr, ujë të vakët, pak vaj dhe pak krip. Përbërësit: 1 kg miell cilësor i situr, 500 deri në 550 ml ujë i vakët, 3 lugë gjelle vaj, 1 lugë çaj krip. Vezë nuk i hedhim dhe ju do thoni pse, sepse veza e forcon brumin dhe nuk na lejon t'i hapim petët shumë të holla. Baklavaja e vërtet do brum elastik të butë, që të hapet si letër dhe të thith mirë sherbetin. Ujin do ta shtojmë pak dhe nga pak dhe e zëm brumin me dorë. Dhe nuk nxitojmë, e punoj mirë derisa të bëhet i lidhur, i butë dhe të mos na ngjitet në duar, siç e shihni edhe në këtë video. Pastaj do të ndajmë brumin në top thatë vegjël sa një kokërar, do t'i lyejmë lehtë me vaj dhe do t'i mbulojmë dhe do t'i lëmë të pushojnë. Ky është sekreti që fletët, pra peta e baklavas, të dali perfekte. Kështu përgatitet brumi i baklavas tradicionale, ashtu siç e bënim dikur nënat dhe gjyshet tona. Nëse e do baklavan siç bëhej dikur, ruaje këtë video. Shkruaj në komente nëse edhe ti e bën baklavan pa vezë dhe më ndiq për receta autentike shqiptare, sepse kjo baklava që unë sot do të përgatis është me të vërtet një baklava tradicionale shqiptare.